Pasi zbatoi masën detyrim paraqitjeje në SPAK lidhur me dosjen Partizani, Sali Berisha zbuloi shënimin e fundit për Altin Dumani në cilësinë e drejtuesit të prokurorisë së posaçme. Pasi duke nisur nga 19 vjetori, në krye të institucionit do të jetë Klodian Braho. Armiku të egër të pluralizmit politik dhe të votës së lirë të shqiptarëve, se për veprat e tij të rënda penale, drejtësia një ditë do të thotë fjalën e saj. Por kryedemokrati bëri të qartë se nuk do t'i ndahet me akuzat Dumanit edhe pasi të lërë drejtimin e prokurorisë së posaçme. Bashkë me Elena Gjoken ka hyrë në galerinë e Turpit. Për drejtuesin e zgjedhur të SPAK, Berisha theksoi se procesi ishte kushtetues. Fuzion përputhje me kushtetutën sepse mori 7 vota. Para derës së SPAK, lideri i opozitës ju rikthye edhe replikës mes kryeministrit Edi Rama dhe byros kombëtare të hetimit. Do të çarmatosen që të gjithë agentët e BK-s dhe do armatosen me revole drase, me patllake drase. Ish kryeministri është në gjykim për dosjen Partizani së bashku me dhëndrin e tij Jamarbër Maltezi dhe persona të tjerë. Dosja kaloi për gjykim më 19 maj, ku Berisha akuzohet për korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë. Sipas SPAK, Berisha në cilësinë e kryeministrit ka ndërmarrë veprime konkrete në miratim ligjesh dhe aktesh nënligjore, kur përfitues ishte edhe dhëndri i tij.